Njerëzit dallojnë në niyetet e tyre, njerëzit dallojnë në vendosmëritë e tyre dhe ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se si njeriu mund të jetë njeri i vendosur, njeri i qëndrueshëm kur e synon gjithmonë të mirën. Kur e shikon që një gjë është e mirë, ai gjen forcë brenda vetes së tij dhe e bën atë, mos u trego thot i paaft. Mos thuaj unë se bëj dot këtë. Shpeshherë njerëzit ja gjen arsyetimin vetes jo një herë, po 100 herë në ditë. E mirë është, po unë se bëj dot. E mirë është, po unë se bëj dot. Ky është dallimi edhe në çështjet e dynjas mes njerëzve që kanë sukses dhe mes dështakëve. Nuk është se dështakët nuk kanë mundësi, vëllezër dhe motra. Mund të kenë ndoshta shumë më tepër mundësi se suksesshmit. Dallimi është vetëm një gjë. Niyeti, vendosmëria, gatishmëria për të shkuar rrugës deri në fund. Edhe në çështjet e besimit, edhe në çështjet shpirtërore, ky e bën dallimin mes njerëzve.